Zonja dhe zotërin, përshëndetje. Unë jam Jon Çeku dhe ky është edicioni informativ. Mediat amerikane dhe izraelite raportojnë se presidenti amerikan Donald Trump dhe kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu kanë zhvilluar një telefonat jashtëzakonisht e tensionuar lidhur me operacionet ushtarake të Izraelit në Liban. Sipas raportimeve, Trump shprehu zemërim të madh nga frika se ofensiva izraelite mund të dëmtonte negociatat mes SBA-s dhe Iranit. Një telefonat e zhvilluar mes presidentit amerikan Donald Trump dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu kanë nxjerrë në pa tensione të forta mes dy aleatëve tradicional në një moment kritik për situatën në lindjen e mesme. Sipas gazetarit izraelit Barak Ravid, i cili raporton për Axios, Trump është zemëruar pas vendimit të Iranit për të pezulluar negociatat me Shtetet e Bashkuara, duke fajsuar veprimet ushtarake të Izraelit në Liban për këtë zhvillim. Raportimet pretendojnë se presidenti amerikan i është drejtuar Netanyahut me tone tepër të ashpra, duke akuzuar se po e çon Izraelin drejt izolimit ndërkombëtar dhe po dëmton përpjekjet diplomatike të Washingtonit me Teheranin. Një burim i cituar nga media amerikane thotë se Trump ishte tërbuar gjatë bisedës dhe në një moment i kërkoi llogari kryeministrit izraelit për zgjerimin e ofensivës në Liban. Sipas raportimeve, shqetësimi kryesor i presidentit amerikan ishte se operacionet ushtarake izraelite mund të sabotonin negociatat që administrata e tij po zhvillon me Iranin në përpjekje për të shmangur një përshkallëzim më të gjerë rajonal. Burimet pretendojnë gjithashtu se Trump e konsideron reagimin ushtarak izraelit si jo proporcional, veçanërisht për shkak të viktimave civile dhe dëmeve të mëdha materiale të shkaktuara gjatë sulmeve kundër objektivave të lidhura me Hezbollahun. Megjithatë, publikisht presidenti amerikan ka paraqitur një tjetër version të ngjarjes. Ai e ka cilësuar telefonatën si shumë produktive dhe ka deklaruar se Izraeli nuk do të ndërmarrë operacione toksore në Beirut. Trump ka pohuar gjithashtu se përmes ndërmjetësve është arritur një dakordim për ndalimin e përplasjeve të armatosura me Hezbollahun dhe se negociatat me Iranin po vazhdojnë me ritëm të shpejtë. Nga ana tjetër, Netanyahu nuk ka ndryshuar zyrtarisht retorikën e tij dhe ka vazhduar të paralajmërojë veprime të mëtejshme kundër Hezbollahut. Megjithatë, sipas raportimeve të medias amerikane, ai është përballur me presion të fortë nga presidenti amerikan gjatë gjithë bisedës. Nëse këto raportime konfirmohen, ato mund të sinjalizojnë një nga përplasjet më të forta mes liderëve të SBA-s dhe Izraelit në muajt e fundit, në një kohë kur situata në lindjen e mesme mbetet jashtëzakonisht e brisht. Presidenti amerikan Donald Trump është përballur me kundërshtime të forta nga vetë republikanët për një fond për 1.8 miliard dollarësh që synonte të kompensonte viktimat e pretenduara të abuzimit qeveritar. Përballë presionit politik dhe sfidave ligjore, projekti është vendosur përkohësisht në pritje. Një nga iniciativat më të debatueshme të administratës së presidentit amerikan Donald Trump është bllokuar përkohësisht pas kundërshtimeve të forta që erdhen jo nga opozita, por nga vetë Partia Republikane. Bëhet fjalë për një fond për afro 1.8 miliard dollarësh, i cili ishte planifikuar për të kompensuar persona që administrata Trump i konsideron viktima të asaj që e quan instrumentalizmin politik të institucioneve shtetërore. Sipas zbulimeve të njohura me çështjen, republikanë me ndikim në Kongres kanë kundërshtuar ashpër krijimin e këtij fondi, duke detyruar Shtëpinë e Bardhë të pezullojë përkohësisht zbatimin e planit. Kundërshtimi konsiderohet i pazakont, pasi Trump njihet për ndikimin e madh që ushtron mbi shumicën e ligjvënësve republikan dhe për qëndrimin e tij të ashpër ndaj atyre që dalin kundër linjës së tij politike. Lideri i shumicës republikane në Senat deklaroi se i kishte bërë të qartë Shtëpisë së Bardhë se fondi duhet të hiqej plotësisht nga agjenda. Debati është përqendruar te mënyra se si do të përdoreshin fondet dhe kush mund të përfitonte prej tyre. Kritikët kanë shprehur shqetësimin se mes përfituesve potencial mund të përfshihen edhe persona të dënuar për ngjarjet e 6 janarit 2021 në Kapitol. Nga ana tjetër, demokratët e kanë sulmuar ashpër projektin, duke e cilësuar atë si një përpjekje për të shpërblyer aleatët politik të presidentit. Fondi buron nga një marrëveshje ligjore mes Trump dhe Departamentit Amerikan të Drejtësisë, lidhur me një padi prej 10 miliard dollarësh kundër shërbimit tatimor amerikan për mënyrën se si ishin trajtuar dokumentet e tij fiskale. Ndërkohë, një gjykatës federal në Virginia ka urdhëruar pezullimin e përkohshëm të krijimit të fondit deri më 12 qershor, kohë gjatë së cilës do të shqyrtohen argumente të tjera ligjore. Rusia kreu një valë të re sulmesh masive me dronë dhe raketa ndaj qyteteve ukrainase
duke shkaktuar të paktën 10 viktima dhe rreth 100 të plagosur. Autoritetet ukrainase paralajmërojnë se sulmet mund të jenë pjesë e një ofensive më të gjerë të paralajmëruar prej ditësh nga Moska. Ukraina është zgjuar në një nga valët më intensive të sulmeve ajrore të muajve të fundit, pasi Rusia lëshoi qindra dron dhe 10 raketa kundër disa qyteteve të vendit gjatë natës. Sipas autoriteteve ukrainase, të paktën 10 persona humbën jetën dhe rreth 100 të tjerë mbeten të plagosur nga bombardimet që goditën kryesisht Kievin, Dnipron dhe zona të tjera të vendit. Forcat ajrore ukrainase raportuan se Rusia përdori 656 dron dhe 73 raketa gjatë operacionit, duke e bërë atë një nga sulmet më të mëdha të regjistruara që nga fillimi i luftës. Në kryeqytetin Kiev, ekipet e emergjencës punuan gjatë gjithë natës mes ndërtesave të dëmtuara. Kryebashkiaku i qytetit njoftoi se mes të plagosurve kishte edhe fëmijë, ndërsa një goditje e dyshuar me raketë shkaktoi shembjen e pjeshme të një pallati 24 katësh. Autoritetet druhen se disa persona mund të kenë mbetur të bllokuar nën rrënoja, ndërsa operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë. Mira banor kërkuan strehim në stacionet e metros së Kievit, të cilat prej vitesh përdoren si vend strehime gjatë alarmit ajror. Në qytetin e Dnipros, autoritetet lokale konfirmuan viktima dhe 10 të plagosur, ndërsa në Kharkiv raportohet se mes të lënduarve ndodhet edhe një fëmijë. Nga ana tjetër, Ministria Ruse e Mbrojtjes deklaroi se sulmet ishin një kundërpërgjigje ndaj asaj që Moska e cilëson si sulme terroriste kundër objektivave brenda territorit rus. Sipas saj, objektivat e goditura ishin instalime ushtarake ukrainase dhe infrastrukturë e lidhur me operacionet e luftës. Kievi ka mohuar përgjegjësinë për disa nga incidentet e përmendura nga Rusia dhe ka paralajmëruar prej ditësh se Moska po përgatit një ofensivë të re në shkallë të gjerë. Presidenti Amerikan, Donald Trump, njoftoi se është arritur një dakordim për ndalimin e sulmeve mes Izraelit dhe Hezbollahut përmes ndërmjetësve. Deklaratat vijnë në një kohë tensionesh të larta rajonale dhe përplasje të vazhdueshme diplomatike me Iranin. Presidenti Amerikan, Donald Trump, ka deklaruar se është arritur një marrëveshje për ndalimin e sulmeve të ndërsjella mes Izraelit dhe grupit Hezbollah në Liban përmes ndërmjetësve ndërkombëtar. Sipas tij, përmes një komunikimi indirekt me përfaqësues të Hezbollahut, palët kanë rënë dakord të ndalin shkëmbimin e zjarrit, një zhvillim që do të shënonte një ulje të ndjeshme të tensioneve në rajon. Trump gjithashtu ka thënë se ka zhvilluar një bisedë shumë produktive me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, gjatë së cilës është diskutuar edhe situata në terren dhe lëvizjet e trupave izraelite në drejtim të Beirutit. Ai ka theksuar se çdo njësi ushtarake që ishte në lëvizje drejt kryeqytetit libanez është tërhequr, duke sinjalizuar një depërshkallëzim të mundshëm të situatës. Këto deklarata vijnë në një moment kur Irani ka njoftuar pezullimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara në shenjë proteste ndaj veprimeve të Izraelit në Liban, duke shtuar më tej pasigurinë diplomatike në rajon. Nga ana tjetër, Teherani ka akuzuar Washingtonin për mungesë koherence dhe për ndikim të drejtpërdrejtë të Izraelit në prishjen e përpjekjeve për paqe, duke e cilësuar situatën si një bashkëpërgjegjësi mes dy aktorëve. Sipas zyrtarëve iranian, Izraeli shihet si një faktor përçarës që pengon çdo proces të mundshëm stabilizimi në rajon, ndërsa Shtetet e Bashkuara akuzohen për mungesë neutraliteti në negociata. Ndërkohë, SBA dhe Irani raportohen se kanë shkëmbyer sulme sporadike që prej hyrjes në fuqi të një arpushimi të brisht në fillim të prillit, duke treguar se situata në terren mbetet ende e paqëndrueshme. Liderja socialdemokrate daneze Mette Frederiksen ka arritur marrëveshje për formimin e një qeverie të re të qendrës së majt, duke siguruar mandatin e saj të tretë si kryeministre. Qeveria e re do të përballet menjëherë me sfida të mëdha, përfshirë tensionet me SBA-n për Groenlandën dhe forcimin e mbrojtjes kombëtare. Danimarka do të drejtohet edhe për një mandat nga kryeministre socialdemokrate Mette Frederiksen, e cila ka arritur një marrëveshje për formimin e një qeverie të re të qendrës së majt pas muajsh negociatash politike. Marrëveshja i siguron Frederiksenit mandatin e tretë radhasi në krye të vendit, duke i dhënë fund pasigurisë që pasoi zgjedhjet parlamentare të marsit, ku asnjë forcë politike nuk arriti të sigurojë shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Liderja daneze njoftoi se kishte informuar zyrtarisht mbretin Frederik të 10 për mundësinë e krijimit të qeverisë së re pas negociatave të gjata mes partive politike. Megjithse koalicioni i mëparshëm humbi shumicën parlamentare, Partia Socialdemokrate mbeti forca më e madhe politike në vend, duke ruajtur pozicionin dominues në parlament.
Qeveria e re pritet të përballet me disa sfida të rëndësishme që në ditët e para të mandatit. Një nga çështjet më të ndjeshme është situata rreth Groenlandës, territor autonom danez që ka qenë në qendër të deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump. Marrëdhëniet mes Kopenhagenit dhe Washingtonit janë tensionuar pas komenteve dhe qëndrimeve amerikane lidhur me të ardhmen e Groenlandës, një territor me rëndësi të madhe strategjike në Arktik. Një tjetër prioritet i qeverisë së re do të jetë rritja e kapaciteteve ushtarake të Danimarkës, në një kohë kur siguria evropiane mbetet në presion për shkak të luftës së vazhdueshme në Ukrainë. Policia e Torontos ka njoftuar sekuestrimin më të madh të fanellave sportive të falsifikuar në historinë e Kanadas, pak ditë para nisjes së Kupës së Botës 2026. Operacioni çoi në konfiskimin e mallrave me vlerë mbi 3.5 milion dollar kanadez dhe arrestimin e 2 personave. Pak më shumë se një javë para fillimit të Kupës së Botës 2026, policia e Torontos ka zbuluar atë që e cilëson si sekuestrimin më të madh të mallrave sportive të falsifikuara në historinë e Kanadas. Autoritetet njoftuan se gjatë një operacioni në një magazin në Mississauga u konfiskuan mbi 16.000 fanella me flamuj të falsifikuar, të cilët mbanin në mënyrë të palishme logot dhe markat e njohura të lidhura me futbollin ndërkombëtar. Sipas policisë, mallrat e sekuestruara kishin një vlerë që kalon 3.5 milion dollar kanadez, ndërsa mes tyre u gjetën edhe 2 trofe të rrem të Kupës së Botës. Zëvendës shefi i policisë së Torontos deklaroi se operacioni është pjesë e një strategjie më të gjerë për të luftuar krimet që zakonisht shtohen gjatë ngjarjeve të mëdha sportive, veçanërisht shitjen e produkteve të falsifikuara. Autoritetet theksuan se artikujt e ekspozuar gjatë konferencës për shtyp përfaqësojnë vetëm një pjesë të vogël të sasisë së konfiskuar gjatë hetimit. Si rezultat i operacionit, 2 persona janë arrestuar dhe përballen me akuza për mashtrim financiar dhe vepra të tjera penale që lidhen me tregtimin e produkteve të falsifikuara. Ekspertët paralajmërojnë se gjatë turneve të mëdha sportive rritet ndjeshëm qarkullimi i mallrave të rreme, të cilat jo vetëm dëmtojnë konsumatorët, por edhe markat zyrtare dhe organizatorët e eventeve. Me Kanadan, që përgatitet të mirëpres ndeshjet e Kupës së Botës 2026, së bashku me Shtetet e Bashkuara dhe Meksikën, autoritetet kanë paralajmëruar kontrolle të shtuara për të parandaluar aktivitetet e palishme që lidhen me turneun. Ndërsa entuziazmi për botërorin po rritet, policia u bën thirrje tifozëve të blejnë produkte vetëm nga shitës të autorizuar për të shmangur mashtrimet dhe blerjen e mallrave të falsifikuara. Forcat izraelite kanë rrimarrë kalan historike të Beaufortit në jug të Libanit, një pikë strategjike që ka qenë arenë konfliktesh për shekuj me radhë. Kalaja, e kthyer dikur në simbol të pushtimit izraelit dhe rezistencës së Hezbollahut, po luan sërish rol në konfliktin aktual. Një kala mesetare 900 vjeçare në jug të Libanit është rikthyer në qendër të zhvillimeve ushtarake në lindjen e mesme. Forcat izraelite morën nën kontroll gjatë fundjavës kalan e Beaufortit, një nga fortesat më të njohura historike të rajonit, e cila prej shekujsh ka qenë objekt betejësh dhe pushtimesh. E ndërtohet nga kryqëtarët rreth 9 shekuj më parë, kalaja u pushtua më pas nga Saladini, u rimor nga kryqëtarët dhe mbijetoi si një nga fortifikimet mesetare më të ruajtura në lindjen e mesme. Megjithatë, rëndësia e saj nuk është vetëm historike. E vendosur në një lartësi dominuese mbi jugun e Libanit dhe veriun e Izraelit, Beaufort ofron një avantazh të madh strategjik për vëzhgim dhe mbledhje informacioni ushtarak. Gjatë pushtimit izraelit në jug të Libanit, kalaja shërbeu si një nga bazat kryesore ushtarake të Izraelit për 18 vjet, deri në tërheqjen e forcave izraelite në vitin 2000. Për shumë libanez, Beaufort është simbol i viteve të pushtimit, ndërsa për Hezbollahun u kthye në një objektiv të rëndësishëm gjatë luftës guerrile kundër forcave izraelite. Pas tërheqjes së Izraelit, luftëtarët e Hezbollahut dhe lëvizjes Amal ngritën flamujt e tyre në kala, duke e kthyer atë në simbol të fitores dhe rezistencës. Në vitet e mëvonshme, fortesa u restaurua dhe u shndërrua në një atraksion turistik. Organizata e Kombeve të Bashkuara për Kulturën, UNESCO, e ka cilësuar Beaufortin si një nga kështjellat mesetare më të ruajtura në lindjen e mesme dhe së fundmi e përfshiu në listën e objekteve me mbrojtje të shtuar gjatë konflikteve. Megjithatë, rikthimi i forcave izraelite në këtë pikë strategjike tregon se rëndësia ushtarake e kalas nuk ka humbur as pas shekujsh. Kuba ka nisur shpërndarjen e qumshit pluhur të dhuruar nga Meksika dhe Uruguay, ndërsa vendi përballet me krizën më të rëndë ekonomike të dekadave të fundit.
Ndihma humanitare synon të lehtësojë mungesat e produkteve bazë që po prekin popullsinë kubane. Kuba ka filluar shpërndarjen e qumshtit pluhur të siguruar përmes ndihmës humanitare nga Meksika dhe Uruguay, në një kohë kur vendi po përballet me vështirësi të thella ekonomike dhe mungesa të shumta të produkteve bazë. Shpërndarja ka nisur në dyqanet e furnizimit në kryeqytetin Havana, ku qytetarët janë paraqitur për të marrë produktet e ardhura si pjesë të ndihmës ndërkombëtare. Sipas mediave kubane, ngarkesa mbërriti në portin e Havanës më 18 maj me anijen Asian Katra, e ardhur nga Meksika dhe përfshinte qumësht pluhur, si dhe furnizime të tjera të dërguara nga Meksika dhe Uruguay. Ndihma vjen në një moment kritik për ishullin Karaibik, i cili po përjeton atë që shumë ekspertë e konsiderojnë krizën më të rëndë ekonomike në dekada. Vendi përballet me mungesa të vazhdueshme të ushqimeve, karburanteve dhe mallrave të nevojshme për jetën e përditshme, duke ndikuar drejt për drejt në standardin e jetesës së popullsisë. Autoritetet kubane argumentojnë se situata është përkeqësuar nga kufizimet amerikane ndaj eksportit të karburanteve dhe masat ekonomike që vazhdojnë të ndikojnë ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, ndihma nga Meksika dhe Uruguay shihet si një mbështetje e rëndësishme për përballimin e nevojave urgjente të qytetarëve, veçanërisht për familjet që kanë vështirësi në sigurimin e produkteve ushqimore bazë. Shpërndarja e qumshtit është vetëm një nga masat emergjente të ndërmarra për të zbutur pasojat e krizës, ndërsa autoritetet vazhdojnë të kërkojnë mbështetje ndërkombëtare dhe zgjidhje për sfidat ekonomike që po përballon vendi. Industria globale e transportit detar po përballet me pasoja të rënda nga konflikti me Iranin, ndërsa trafiku në ngushticën e Hormuzit mbetet shumë i kufizuar. Drejtuesit e kompanive të transportit kërkojnë një marrëveshje paqeje që të garantojë rregullat e qarta dhe lundrim të sigurt për anijet. Kriza në ngushticën e Hormuzit po vazhdon të tronditë tregtinë globale dhe tregjet energjetike, ndërsa industria e transportit detar paralajmëron për pasoja gjithnjëra më të rënda ekonomike. Në një takim të zhvilluar në Athinë, drejtues të kompanive më të mëdha të transportit detar kërkuan rikthimin e lundrimit normal në këtë korridor strategjik, i cili konsiderohet një nga arteret më të rëndësishme të tregtisë botërore të naftës dhe gazit. Që nga fillimi i luftës me Iranin, vetëm një pjesë e vogël e trafikut të zakonshëm ka mundur të kalojë përmes ngushticës së Hormuzit, duke shkaktuar vonesa të mëdha dhe rritje të kostove për industrinë. Përfaqësuesit e sektorit treguan se disa anije kanë mbetur të bllokuara për muaj të tërë në Gjirin Persik, pa mundësi për të vazhduar itinerarin e tyre normal. Sipas tyre, edhe në rast të një marrëveshjeje paqeje mes Shtetet e Bashkuara dhe Iranit, kompanitë kanë nevojë për një kornizë të qartë rregullash që të përcaktojnë mënyrën e hyrjes dhe daljes së sigurt të anijeve nga zona. Ndërkohë, media shtetërore iraniane raportoi se gjatë 24 orëve të fundit, 15 anije, përfshirë 4 tankerë nafte, kanë kaluar përmes ngushticës në mbrojtjen e forcave detare iraniane. Megjithatë, ky numër mbetet shumë larg nivelit normal të trafikut, i cili para konfliktit arrite të paktën 125 anije në ditë. Përshkallëzimi i ri i sulmeve ajrore gjatë fundjavës ka zbehur shpresat për një zgjatje të arpushimit, duke shkaktuar një tjetër rritje të çmimeve të naftës në tregjet ndërkombëtare. Ministri grek i transportit detar theksoi se liria e lundrimit është thelbësore për ekonominë globale dhe se transporti detar nuk duhet të bëhet pjesë e konflikteve gjeopolitike. Nga ana tjetër, presidenti amerikan Donald Trump përballet me presion të madh për rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit, pasi rritja e çmimeve të karburanteve po ndikon drejt për drejt te konsumatorët amerikanë. Qindra banor në Nanyuki të Kenjës dolën në protesta kundër planit të SBA-s për ngritjen e një qendre karantine për Ebola në një bazë ushtarake. Demonstruesit bllokuan rrugët dhe shprehen shqetësime për rreziqe shëndetësore dhe mungesën e konsultimit me komunitetin. Në qytetin Nanyuki, në Kenjan qendrore, qindra qytetarë dolën në protesta masive kundër planeve për ngritjen e një qendre karantine për Ebola nga Shtetet e Bashkuara në një bazë ushtarake pranë zonës së tyre. Protestuesit bllokuan rrugët kryesore, dogjën goma dhe marshuan nëpër qytet, duke paralizuar përkohësisht jetën normale në disa zona të Nanyukit. Sipas raportimeve, qendra e planifikuar do të përdorej për izolimin e shtetasve amerikanë të ekspozuar ndaj virusit Ebola, gjë që ka shkaktuar shqetësim të madh mes banorëve lokal. Situata erdhi menjëherë pas një vendimi të gjykatës së lartë, e cila urdhëroi pezullimin e përkohshëm të projektit, pasi pa dije ligjore që ngrinte shqetësime serioze për rrezikun e mundshëm për shëndetin publik.
Banorët lokal kanë shprehur pakënaqësi ndaj autoriteteve të zgjedhura, duke i akuzuar se nuk kanë adresuar shqetësimet e komunitetit dhe nuk kanë marrë pjesë në protestë. Forcat e sigurisë u vendosën në terren për të kontrolluar situatën, ndërsa ekipet e kryqit të kuq asistuan një person të plagosur gjatë përplasjeve. Qeveria kenjane ka mbrojtur projektin, duke deklaruar se ai do të ndihmojë në forcimin e kapaciteteve të vendit për menaxhimin e emergjencave shëndetësore. Megjithatë, shumë banor mbeten skeptik, duke përmendur praninë e shtuar ushtarake në zonë si shenjë se përgatitjet po vazhdojnë pavarësisht vendimit të gjykatës. Në këtë klim tensioni, projekti është kthyer në një çështje të debatit të gjerë publik me sigurisë kombëtare dhe frikës së komunitetit lokal. Kjo ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju sot. Për më tepër, na ndiqni në rrjetet tona sociale, bëni subscribe në YouTube dhe na ndiqni në faqen tonë të webit www.nsmtv.ca. Bashk, mirupafshim.